Pas disa ditësh, ai erdhi përsëri në Kapernaum. Dhe u morë vesh se ai gjendej në shtëpi. Dhe menjëherë u mbyllën shumë sa nuk gjeje më vend as përpara derës. Dhe ai u predikonte fjalën. Atëherë i erdhën disa që i paraqitën një të paralizuar. Atëherë i erdhën disa që i paraqitën një të paralizuar, të cilin po e mbartnin 4 veta. Por duke qenë se nuk mund t'i afroheshin për shkak të turmës, zbuluan
qatin, zbuluan qatin. Në vendin ku ndodhej Krishti, në vendin ku ndodhej zbuluan qatin, në vendin ku ndodhej Krishti. Dhe pasi hapën një rrymë e lëshuan vigun mbi të cilin dhe pasi hapën një rrymë e lëshuan vigun mbi të cilin rrinte shtirë i paralizuari. Dhe Krishti kur pa besimin e tyre, i tha të paralizuarit, o birë, mëkatet e tua të janë falur. Ishte Ungjilli nga Marku. Bini re, Krishti nuk ka bërë, Krishti nuk e ka vënë re fare, nuk e ka vënë re fare bile mëkatin e të paralizuarit, por ka vënë re besimin e atyre që sollën. Me vig. Pra, Krishti nuk pa mëkatin e të sëmurit ose të paralizuarit, por mëkatin, por besimin atyre që sollën me vig. Krishti nuk vuri re fare mëkatin e paralizuarit, mëkatin e të paralizuarit. Nuk e vuri re mëkatin e të paralizuarit, por vuri re besimin e personave që sollën me vig.